Dje s'pak përfundoi me sa duket hetimet e plota. Ato sigurisht kanë zgjatur shumë kohë, janë qenë që me fillimet e SPAK-ut. Për një nga ato skandalet edhe pjesët korruptive më fantastike që ka pasur ndonjëherë ky vend. Edhe që quhet skandali Qez Dia. Një skandal që i ka kushtuar vendit ton mas 2013-s një gjyq, ose për mirë mos të hysh një gjyq, se kështu i thonë, 95 milion euro dinin time për ta mbyllur këtë në humbje, dëm të shtetit shqiptar. SPAK ka marrë të pandehur ish kryeministrin tashmë në burg Ilir Meta, të shoqen Monika Kryemadhi, dhe një pjesë të madhe të dokumentacionit i cili ishte dhe denoncimeve të avokatit Romeo Kara e kanë gjetur edhe ke telefoni i zonjës Kryemadhi. Tashmë ato janë të pandehur dhe për disa akuzat të cilat sigurisht pastaj do zbërthehen dal nga dal për të nxjerrë të gjithë kupolën e 2009-s të LSI-s. Por keni parasysh, miq prizmës, se në 2009 kur u bë dorëzimi OSE-s Qezit Çek, kishim kryeministër Sali Berisha dhe zëvendës kryeministër dhe ministër të ekonomisë Ilir Meta. Kështu i kanë bërë punët gjithmonë. Në këto momente fillon e që quhet privatizim ose dorëzim, shitje e OSE-s. OSE ishte operatori që mblidhte parat. Do t'ja dorëzonin Qezit Çek. Në atë kohë punohej shumë edhe me interesa ndërkombëtare, në këtë rast ishte Çekia. Ju kujtohet, bile është pritur edhe nga presidenti aty, kryeministri Çek. Për ta bërë skemën e plot, për t'ja sqaruar, gjatë që sigurisht do ta keni marrë vesh edhe këtë tjerët, ishte edhe Dia, ishte agjencia e cila do bënte të mundur mbledhjen e parave që drejtonte Kastrioti Ismaili. Mik dypalshëm, jo vetëm i familjes Meta Kryemadhi, po në përgjithësi të marrëdhënieve që kishte ajo qeveri pikërisht me këtë aferë të jashtëzakonshme. Tash të gjitha këto, i gjithë grupi i strukturuar asaj kohe, sidomos LSI-ja, jo vetëm që janë në dokumentacion, por kjo është një nga ato më të kopësiturat e mundshme në dokumentacion. Ju kujtohet se shtote edhe e shoqja, pastaj e veshur me xeza e Kastrioti Ismaili, i cili bëri një burg, por që kishte dokumentacion, që s'është më tash. Dhe normalisht, nuk mund ta ndash të gjithë këtë aferë të jashtëzakonshme. Në qenia kryeministër Sali Berishës. Në të vërtetë ai është i pandehuri i çështjes së 21 dhjetorit, kryeministri i Shqipërisë asaj kohe. Afera e cila është kopësitur është një gjyq. Dhe normalisht nuk mund të dalin pa lagur si ai, nuk mund të dalin me gjitha dokumentacion të jashtëzakonshëm, si ai dhe ëndri i tij, familja e tij në përgjithësi, ka të bëjë drejt për drejtë me familjen, po Qez Dia është korrupsioni i famshëm masiv, themelor dhe masiv, i pushtetërimit të përbashkët midis dy burrave të famshëm të shtetit që quhen Sali Berisha dhe Ilir Meta. Është lidhja konstante që i mbante dhe kur e përmendnin. Më kujtohet që në fillime Sali Berisha ja përmendi disa herë Ilir Metës skandalin Qez Dia, po pastaj nuk e përmendi më. Praktikisht shumë prej ekspertëve dhe nuk e kam fjalën analistëve e gazetarëve, as gazetarëve investigativ, sepse sigurisht merren shumë me fjalë dhe jo me thelb, jo me përmajtje. Por në detektimet dhe në ato që kanë dalë dhe nga dokumentacioni, sigurisht është më tepër të besosh disa që akuzojnë, pavarësisht si akuzojnë,
dhe që kanë dokumentacionin akuzues. Dhe ky është avokati Romeo Cara. Megjithëse nuk është Romeo Cara vetëm. Janë edhe shumë të tjerë që e dinë këtë punë, të cilët e konsiderojnë çështjen kaq të lehtë për të shkuar deri në gjykimin përfundimtar për nga sasia madhështore e dokumentacionit, por me sa duket SPAK ka marrë në duart e tij dhe këtu qëndron dhe roli i të famshmes Monika Kryemalli. Celulari i saj dhe sidomos bashkëveprimi duke kontrolluar dhe celularin në nanës vet, pa dhe sidomos disa njerëzve të tjerë ke LSI-a që ka zbuluar gjithçka. Janë aty bisedat, janë aty thjesht jo vetëm bisedat, po ato që quhen duete të jashtëzakonshme me disa edhe shumë faktorëve të tjerë, të cilët e zbulojnë këtë në mënyrë bazike, themelore. Pra, kemi të bëjmë me një nga skandalet sigurisht më të mëdhej të ndodhur, me shumë miliona, ku është e ngatruar kryeministria me dy njerëzit kryesorë të saj, dhe që janë kryeministri dhe zëvendës kryeministri dhe ministri i ekonomisë. Oseja që kushtonte miliona, i kushtoi shtetit prap miliona, se u kthye. U kap në error, në gabim, në faj penal gjyqësor. Dhe sigurisht dorëzimin nga qeveria pasardhëse i milionave për të mos shkuar më thellë këtij problem. Për mos me dorëzu pastaj 200 e sa, 300 e sa, 400 milion. Për ta mbyllur, për të larë borxhe mbi një korrupsion të jashtëzakonshëm qeveritar. Ku shef të përfshirë edhe kryeministrin, edhe zëvendës kryeministrin, edhe kryetarin e Partisë Demokratike dhe kryetarin e partisë famshme Lëvizja për Integrim, Lëvizja Socialiste për Integrim. Dhe sigurisht pastaj shef edhe bashkëshorten, më vonë Ilir Meta president i Republikës dhe bashkëshorten e presidentit, shef familjen e Ilir Metës, shef edhe një dorë njerëzish në raport me edhe vendet e punës që kishin, kishte ministra transporti, ministra nga më të ndryshëm të LSI-s, por edhe kupol politike të kësaj lloji partie të lidhur ngushtë dhe me Partinë Demokratike. SPAK-u me sa duket e ka mbyllur përfundimisht dhe i ka marrë tashmë të pandehur. Është dallimi që kanë bie fjala me burgun që po bën Erion Veliaj, i cili ka kaluar 100 ditët edhe nuk është i pandehur. Një padrejtësi tjetër, po me sa duket ne do të shkojmë nga gjykim në drejtësi dhe padrejtësi, nga padrejtësia në gjykim edhe në jo drejtësi, nuk e di që konsiderohen si doni, por që me sa duket edhe ne jemi futur tashmë në çështjet e gjykimit e çështjet e drejtësisë, në pikërisht ato veprime që bën edhe demokracitë të ndryshme në Evropë. Nuk është se nuk ka ndodhur këto në Itali ose nuk ka ndodhur në vende të tjera. Përgjithësi, skandali i famshëm Çez Dia, njerëzit e implikuar, viktima e më e madhe që është populli shqiptar, shoqëria shqiptare, dhe të gjithë tjerë do të shohin gjëra të bukura gjatë këtij lloji gjykimi me dy të pandehur ekselent tash që janë Ilir Meta e Monika Kryemalli, po që patjetër nëse do t'i futen në hapësirë, në kohë dhe në thellësi, do dalin edhe shumë emra të tjerë. Dhe emri kryesor është akuza e dytë që mund të marrë Sali Berisha, e cila është pikërisht për këtë korrupsionin e Çez Dia. Ambasada amerikane bëri atë veprim të cilët e prisnin fakt shumë shqiptar. Ata që sigurisht u angazhuan për të bërë zgjedhje. Dhe njëkohësisht e prisnin me padurim ata që do të bënin zgjidhje. Në të vërtetë ju kujtohet si Sali Berisha dhe të gjithë majmunati i tij, planet monkey i tij thoshin, ambasada amerikane nuk ka thënë asnjë fjalë. Nuk ka lëshuar asnjë fjalë deri tani.
Pra, ambasada amerikane e bërit veten me lakonizmin diplomatik fantastik të sekretarit shtetit Mark Rubio. Edhe shikoni çfarë thot. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë. Asnjë fjalë më tepër. Në këtë lakonizëm nuk ke çfarë interpreton. As nuk vendoset asnjë njeri për të dënuar, as njeri për të sublimuar dhe për të përgëzuar. Është përgëzuar populli shqiptar që ka krijuar mundësinë për të bërë zgjedhje dhe ka votuar. Dhe lakonizmi shkon aty ku duhet shkojnë. Urojmë popullin Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë. Nuk përmenden emra, përmendet vetëm populli dhe Shqipëria. E para punës, nuk kontestohen zgjedhjet. E dyta, urohet populli Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare. E treta, do të vazhdoj partneriteti, presim, partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë. Çfarë mund t'i thuash tash Sali Berishës dhe sigurisht tashmë jo Sali Berishës, po ato që e ndjekin pas, ata që në gënjeshtrën e tyre jetojnë në botën e gënjeshtrave, se ata nuk e besojnë më Sali Berishën, por sigurisht kanë leverti ta besojnë deri në fund, në thojza them, sepse kanë përfituar për të zgjedhur në dembelizmin e tyre, në rufjanllëkun e tyre deputet nga Sali Berisha. Janë ato që tashmë e mbajnë Sali Berisha. Njëri prej tyre që përfaqëson edhe intelektualizmin, po shante evropianët që po e merrnin me të mirë Edi Ramën. Tashti 2 ditë mbrapa, 1 ditë, 24 orë mbrapa, është ambasada amerikane që uron popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare. Dhe sigurisht kjo është një flakurin, një shputi thonë Shkodër, në faqe për mirë renegatin edhe njeriun e pa besë, njeriun shkatërrues të demokracisë dhe të lirisë në Shqipëri. Atë që ka bërë mira akuza, që nuk do të njohë zgjedhjet, që humb gjithmonë dhe që terrorizon gjithë vendin pastaj me atë që e konsideron luftë për votën e lirë. Por dhe për ata që e ndjekin, tashmë janë fajtorë dhe ata që janë masti. Janë masti, që është Flamur Noka, që është Vokshi, Tritan Sheu, Josefina Topalli. Dhe të gjithë ata që i vinë mbrapa, ata që kanë dalë deputet, ata që e ndjekin, ata që përbëjnë, edhe atë leadershipin e jashtëzakonshëm. Ambasada amerikane i ka njohur zgjedhjet, ka uruar popullin e Shqipërisë dhe pret partneritetin ton, të ngushtë me Shqipërinë. Ambasada amerikane nuk flet fare kur nuk njeh zgjedhjet. Ose flet dhe thot shikoni zgjedhjet, kontrolloni zgjedhjet. Kemi raste të shumta në Shqipëri. Kanë thënë në kohën e Sali Berishës në 96, në 97. Bilu ka thënë dhe socialistave dikur kur i kanë bërë zgjedhjet. Kujdes në këtë gjë, kujdes në atë. Kësaj radhe Mark Rubio, sekretari i shtetit, State Departamenti, nuk lodhen fare. Thjesht me lakonizmin e tyre kanë dashur, me shkurtësinë e fjalëve kanë dashur që mos të keq interpretohen, sepse këtu po të zgjateshin një fjalë do t'i merrte, nga ajo fjalë do ta merrte Sali Berisha në dorë për ta përdorur në mënyrën arrogante, në mënyrën më të qelbur të mundshme për veten e tij. Do thoshte kjo është frazë për mua. Tashi nuk e ndihmon dot as i mençuri. Se ka një dorë, si me thanë njerëzish ylberist në rreth e përqark Partisë Demokratike, të cilët sigurisht kanë të drejtën e tyre të përfaqësojnë dhe komunitetin e përkatës. Po sa ata se ndihmojnë dot, sepse sigurisht është shumë lakonike shprehja. Po e them edhe një herë, edhe për ju që po më dëgjoni dhe nuk jeni dakord për mua. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë. Kaq. Tash çfarë do nxjerrni nga kjo
Çfarë do merrni nga kjo shprehje për të thënë që ka të drejtë Sali Berisha? Në cilën pikë të kësaj shprehje ka të drejtë Sali Berisha? Sali Berisha si ka dhënë një mrapsht fort State Departamenti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tash ti pin lëngun, sot po thoshte ishte e nevojshme Lacivita. Urdhro Lacivita si çfarë bëri. Ja, këtë përgjigje mori edhe e ka marrë dhe Lacivita. Nuk e di ai ka marrë paret ai, po bën mirë që ti marrë paret e tij, se përndryshe këta nuk të japin pjesën tjetër. Faleminderit Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit sekretari Rubio. Faleminderit presidenti Trump. Faleminderit Amerikë. Dakord?